Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kos, mjaltë dhe vezë, maska për flokë të thatë dhe të dëmtuar në kushte shtëpie që do ju befasoj. Shëndeti flokëve kërkon përkujdesje të vazhdueshme dhe ushqyerje të shëndetshme. Disa prej ushqimeve më të mira për shëndetin e flokut, nga jashtë dhe brenda, janë veza, kosi dhe mjalti. Mjalti mund të ndihmojë në ushqyerjen dhe zbutjen e flokut. Sa më i butë të jetë floku, aq më e vështirë do të jetë këputja e tij. Kjo e fundit ngadalëson rritjen e flokut. Mjalti është i pasur me antioksidantë që mbrojnë në shëndetin e flokut dhe të skalpit. Për më tepër, mjalti ka efekte pastruese për flokun. Kosi. Acidi laktik te kosi ndihmon në hidratimin e flokut. Për më tepër, gjatë shpëlarjes, kosi mund të pastrojë flokun prej qelizave të vdekura. Kosi ka vlera mjekësore dhe kozmetike që ndikojnë në shëndetin dhe rritjen e majave dhe në parandalimin e problemeve të skalpit. Vitamina B12 që ndodhet te kosi mund të ndihmojë në parandalimin e rënies së flokut dhe rritjes natyrale të tij. Veza përmban ushqyes të cilët janë të njohur edhe të rëndësishëm në flokun e shëndetshëm dhe plot shkëlqim. E verdha e vezës mund të jetë gjithashtu një ndihmë kundër rënies së flokut të brisht ose dhe për rritjen e tyre. Maska e flokut me kos, mjaltë dhe vezë mund të bëhet çdo javë. Për këtë ju duhen 2 vezë, 1 lugje dhe mjalt, 1 lugje dhe me kos ose 2 deri në 3 maksimumi. Përgatitja e kësaj maske. Rrihni vezën në një enë të thellë qelçi. Shtoni 1 lugje dhe mjalt dhe 2 lugje dhe me kos. I përzieni përbërësit mirë derisa të formohet një maskë kremoze dhe e butë. Maskën e aplikoni në skalpin e kokës me të njëjtën gjatësi të flokut. Atë mund ta mbani për 20 minuta dhe më pas kokën duhet ta lani me ujë të ftohtë ose të vakët. Uji i nxehtë me pikë mund të ketë gjithashtu vështirë që të largojë flokun. Kjo maskë duhet t'i jap efekte në zbutjen e flokut më të shëndetshëm. Ajo është perfekte për flokë që janë me yndyrë në zonën e rrënjës dhe me maja të thata, dhe kështu do t'i jap gjithashtu një zgjidhje më të mirë edhe për flokun tuaj. Ndër receta natyrale të pafundme që kryesojnë në listën është edhe ajo e bimëve bimore. Të trajtosh flokët e dëmtuar ose t'i mbash ato të shëndetshëm janë 2 procese shumë të vështira. Kushdo që ka flokë të gjatë dhe delikat e kupton fare mirë këtë. Në këtë recetë për trajtime të pafundme në krye të listës qëndrojnë gjithmonë ato me bazë bimore dhe natyrale. Ndërto, sipas Brightside, do të sugjerojmë edhe për të pasur flokë të shëndetshëm dhe të fortë. Me siguri për rozmarinën dhe për shijen e saj të mirë të gatimit keni dëgjuar, por për këtë herë ju këshillojmë ta përdorni për flokët. Kjo erëzë është një trajtim natyral i mrekullueshëm për sa i përket flokëve të dëmtuar dhe delikat. Për të përdorur te flokët tuaj, dëgjoni me vëmendje përgatitjen e kësaj recete që mund të bëhet fare lehtë në kushte shtëpie. Së pari, rozmarina do i dhurojë flokëve një aromë të mrekullueshëm dhe do t'i bëjë ato më të fortë. Gjithsesi, efekte të rëndësishme kjo erëz ka në shëndetin e flokut dhe në skalpin e kokës. Nëse vuani nga problemet e zbokthit ose në lëkurën e kokës, rozmarina do t'i japë zgjidhje më të shpejtë. Kjo pasi stimulon në rritjen e flokut, forcimin e rrënjës, shkëlqimin e tyre dhe ju çliron gjithashtu edhe nga problemet e stresit. Gjithçka që ju duhet është mënyra e përgatitjes. Për të përgatitur vajin e rozmarinës, nuk do ju duhet asgjë e veçantë përveç një tufe me erza dhe pak vaj ulliri. Merrni 1 ose 2 degë rozmarine dhe i vendosni ato në një enë me një shishe qelçi hermetike. Mbusheni atë me vaj ulliri derisa rozmarina të mbulohet plotësisht dhe e mbyllni mirë kapakun. Këtë enë e lini në një vend të errët dhe të thatë për 1 muaj dhe më pas do të jetë gati. Aplikoni vaj në flokë të thatë para se të bëni dush. Bëheni këtë që nga rrënja e flokëve deri te majat dhe mbani për 1 orë në mënyrë që rozmarina të veprojë. Uji i rozmarinës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje për flokun tuaj. Një tjetër mënyrë e lehtë dhe shumë natyrale e përdorimit të rozmarinës është nëpërmjet nxjerrjes së saj në ujë. Për të përfituar shumë flokë të butë dhe të shkrifët, ndiqni këto këshilla. Mbushni një tenxhere me ujë, vendoseni në zjarr dhe shtoni brenda disa degë rozmarine. Kur uji të ketë zjerë plotësisht, atëherë rozmarina do të ketë lëshuar ekstraktin e saj. Fikeni zjarrin dhe lini të ftohet. Më pas skulloni ujin me kujdes derisa të jetë i vakët, shplani kokën më njëherë pas dushit. Gjithashtu mund të ruani atë në shishe të vogla dhe të lyeni flokun tuaj çdo herë në mënyrë që të keni një shëndet më të mirë të flokut tuaj.
ose mund të përdorni tonikun e rozmarinës. Për këtë trajtim do ju duhet përzierja e gjysmë filxhani me të gjitha ato që dëgjuat më herët. Në një shishe hidhni gjysmë litri ujë të nxehtë të 5 lugje dhe me ujë rozmarine, si dhe 10 pika vaj rozmarine. Lëreni ujin të ftohet dhe më pas aplikoni tonikun nga rrënja tek majat e flokëve. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe në mbajtjen e flokut më të shëndetshëm, sidomos edhe kundër zbokthit. Rozmarina mund të japë efekte mbreslënse në shëndetin e flokut tuaj, por duhet të përdoret gjithmonë brenda normës në mënyrë që të evitohen gabimet në përdorim. Problemet e flokut bëhen gjithmonë edhe më të mëdha me kalimin e viteve dhe kështu ndikojnë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit të flokut tuaj. Maskat natyrale që mund t'i përgatisni vetë në shtëpi mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për mbrojtjen e flokut tuaj më të shëndetshëm dhe mbajtjen e tij më të fortë. Përgatitja e maskave të flokëve mund të jetë një mënyrë efikase për t'i dhënë atyre shëndetin e munguar. Gjithashtu edhe kujdesi i duhur për flokun është një mundësi për ta pasur atë më të fortë, më të shëndetshëm dhe plot shkëlqim. Flokët me shkëlqim janë të bukur, por nuk është kaq e lehtë që ta bësh çdo ditë një mbrojtje të tyre. Agjentët atmosferik dhe stresi që i nënshtrohen çdo ditë janë të mjaftueshëm për ta dobësuar atë. Megjithatë, nëse kujdeseni për to çdo ditë, me siguri do të përmirësoni pamjen e tyre. Ja disa hapa të thjeshtë sipas health.com, të cilat do ju ndihmojnë të keni flokun tuaj të shëndetshëm dhe plot shkëlqim. Lajini në mënyrë të drejtë. Për të pasur flok të shëndetshëm, ne duhet t'i lajmë ato me kujdesin më të madh. Masazhojini butësisht me një sasi të vogël shampoje në flok tek rrënja dhe të paktën për çerek ore. Pastaj e shplani dhe aplikoni balsamin nga ngjyra në gjatësinë e tyre tek skaje dhe lini të pushojë për disa minuta. Për të bërë shplarjen e bëni atë me ujë të ftohtë. Aplikoni vaj argani. Një tjetër sekret që keni për flokët me shkëlqim është edhe vaji i arganit, i cili gjithashtu shërben për të hidratuar flokun. Jo mund të përdorni vaj natyral të pastër, një sasi të vogël të mjaftueshme për ta aplikuar atë në flok, veçanërisht nëse është shumë i mirë. Shmangni yndyrosjen e tyre. Masazhoni kokën me vitaminën E. Kur lëkura është e shëndetshme, flokët bëhen të trashë dhe të shëndritshëm dhe vitamina E mund të ndihmojë shumë në këtë drejtim. Kjo e fundit ka veti antioksiduese dhe ekspertët pretendojnë se mund të ndihmojë në rritjen e flokut. Masazhimi i flokëve me vajin me vitaminën E mund të jetë i dobishëm, sidomos për ata që kanë flokë të dobët. Përdorni një krem për qimet natyrale. Për të respektuar më shumë flokun tuaj, e mbani atë më të mbrojtur duke përdorur kremrat efikas. Gjithashtu është e rëndësishme që në dietën tuaj të pasuroni gjithmonë me ushqime të duhura. Salmoni, pasur me acide yndyrore omega-3, vitaminën D, ndihmon në ruajtjen e lagështisë së lëkurës së kokës dhe nxit rritjen e tyre. Përveç kësaj, omega-3 lufton thatësinë dhe inflamacionin e lëkurës, që ndihmon në krijimin e një skalpi të shëndetshëm dhe të fortë. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe vezët. Vezët janë të mbushura me proteina, minerale që bëjnë mrekulli për rritjen e flokëve. Proteina është përgjegjësi kryesor në strukturën e flokut, duke qenë se flokët tanë janë përherë edhe të mbrojtur, ngrënia e vezëve rrit sintezën e keratinës që nxit rritjen e shëndetshme të flokut. Gjithashtu vitamina B12 dhe biotinat që përmbajnë vezët ndihmojnë në parandalimin e rënies së flokut. Avokado është një ushqim i mrekullueshëm për flokët, pasi përmban acide yndyrore të pangopura që hidratojnë skalpin e kokës dhe përmirësojnë shëndetin e flokëve. Ai gjithashtu përmban vitaminën E, e cila ndihmon në mbrojtjen e flokut nga thatësia dhe dëmtimi. Bajamet. Bajamet janë të pasur me vitaminën E, e cila dihet se nxit qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës dhe përmirëson shëndetin e flokëve. Vitamina E mbron flokën nga dëmtimet e rrezeve të dëmshme të diellit. Kujdesi i duhur i flokëve ka nevojë gjithashtu edhe për trajtime të specifikuara për të ndihmuar për të pasur një flok më të shëndetshëm dhe të mbrojtur, sidomos edhe nga kushtet atmosferike. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.